Nuk e dija e pak atë që ndodhi në funeralin e familjarit të Gjestit. Në një nga momentet më intime, më njerëzore, më të dhimbshme, ai momenti kur i thua lam të mirë për gjithmonë njeriu tënd të dashur, vjetra celulari ishin të ndezur duke bërë foto me flash. Dhe jo 10 metra larg, por 1 metër larg, madje 1 pëllëm larg. Njerëz që supozohet janë aty për të mbështetur familjen në dhimbjen e vet, duke i sigurisht në finalen e Championship, dhe jo në një funeral. Sot mund të themi me plot gojën se një traditë e shenjtë për cilja e të ndjerit u kthye në një spektakël. E unë mendoj që ne kemi humbur përfundimisht betejën me obsesionin për të fotografuar gjithçka, për të jetuar më shumë si dëshmitar se sa si protagonist i jetës tonë. Këtë nuk e ndryshojmë dot më. Mbase mund të shpresojmë se do të na e rregullojë evolucioni i species. Por ka një gjë që nuk e rregullon dot as evolucioni, as teknologjia dhe as predikimin. Pikën se ku humbasim thelbin e të qenit njeri. Të ndryshe, pikën ku fillon çnjerëzia. Pikën ku ky fiksim për të publikuar çdo gjë, edhe dhimbjen e tjetrit, kthehet në një persekutim. Unë po pyes. A ka njeriu, qoftë edhe VIP-i më i famshëm, të drejtën minimale për një fije privatësi, për një moment të dhimbje që s'ka pse të ndahet në të gjithë? Ne e dim, ju e dini, unë e di fare mirë, se shumë prej VIP-ave të rrjetit jetojnë me këtë vëmendje, e kërkojnë me fiksim, e shesin, e blejnë, e përdorin, një postim i tyre paguhet më shumë se rroga mesatare 4-5 muajve të një njeriu normal, e shumë nga ata bëjnë gjithçka që të rinë në qendër të vëmendjes. Por a mund dhe a duhet i lëm vetëm kur janë në momentet e tyre të brishta? A duhet të paktën t'ua respektojmë dhimbjen? E vërteta është se VIP-at, edhe pse duan vëmendjen, e din shumë mirë se ajo vjen për herë me një çmim. Shpesh ai çmim është një çmim i shtrenjtë. Është depresioni, ankthi, vetmia, humbja e vetvetes. Kështu që në këtë pikë, pyetja nuk është më për ta. Pyetja është për ne. Çfarë duam të bëjmë ne? A duam ne që ta kthejmë kuriozitetin publik në një persekutim publik? Të përndjekim dikë jo vetëm në jetën publike, por edhe në jetën private, në rrugë, në lokal, në dhomën e gjumit, tani më edhe në varreza. Ne e dim që privatësi për figurat publike nuk ka, po njerëzi, por nëse nuk mund t'ua japim privatësinë, të paktën, a mund t'ju respektojmë njerëzillëkun? Jo për ta, po për veten tonë.